Me mijëra punëtorë dhe qytetarë janë nderdhur në rrugët e Greqisë në fillim të muajit për të protestuar kundër rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore. Në një protestë mjaft të ngjashme me protestat e organizuara në vendin tonë që Edi Rama i cilësoi si të turpshme. Greva organizuar për 24 orë paralizoi transportin publik në qendër të Athinës, ku përfshihen autobusët, tramvajet, metrot dhe ekurudhat. Gjithashtu u mbyllën shkollat publike, teksa spitalet ngelen hapur vetëm për shërbimin e urgjencave. Organizimin e morën në dorë 2 prej sindikatave më të mëdha të vendit, që përfaqësojnë mbi 2.5 milion punëtorë. Mbi 70 manifestime u mbajtën në shumë qytete të vendit, ku në Selanik raportohet të kenë marrë pjesë rreth 9.000 protestues. Nga ana tjetër e Adriatikut, sindikata kolektivi i fabrikës së punëtorëve GKN Firenze, që prej fillimit të 2019-s ka zbatuar fabrikën e prodhimit të pjesëve të automjeteve. Kalimi i pronësisë së fabrikës në një firmë angleze u shoqërua me një email nga kjo e fundit, që shkarkonte nga puna mbi 500 punëtorë njëkohësisht. Prej më shumë se 3 vitesh tashmë, organizimi sindikal i punëtorëve dhe zaptimi i përkohshëm i fabrikës bëri që kompania të tërhiqej nga tentativa e parë. Kërkesat e sindikatës janë 3: siguria në vendet e punës, siguria në linjën e prodhimit dhe siguria në paga.